O ju vëllezër, jemi në netët e fundit të Ramazanit. E këshilloj veten tem, pastaj edhe juve, që në këto ditë të fundit të Ramazanit shtoni sa më shumë dhikrin, përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Nga sa Allah Azza wa Jall na ka treguar në Kur'an. Allahu thotë: "Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Tekbira, wa litukabbirullaha. Do të thonë me falëndru Allah, la'allakum tashkurun. Me bë tekbira, me thonë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar në këto ditë. Pse po tham bënum, edhe pse për ulema, shumica ulema thonë në natën e Bajramit mi bë këto sende, mi po na jemi njerëz që ndoshta nuk ja dimi vlerën e adhurimeve, pak më herët ma mi ja fillu dhe mi bë këto sende. Për me e madhështu Allah Azza wa Jall dhe me gjetë falëndrimin e Zotit që po na mundson me kryer Ramazanin. E sa prej njerëzit krijesave të Allahut nuk ka mujt me arrit muajin e Ramazanit. E sa prej krijesave të Allahut Azza wa Jall ka inë në Ramazan, mirë po nuk ka mujt me arrit gjysën e Ramazanit, ka ndru jetë, Allah ka caktuar me vdekje. E sa prej krijesave të Allahut Azza wa Jall ka po qef ndoshta me arrit dhjeqen e fundit, mirë po Allah Azza wa Jall nuk e ka mundsu. Dhe për këta ana do të me falendru Allah Azza wa Jall, me thonë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Shkaku që po na mundson Zoti mi arrit me përfundu Ramazanin. Pastaj o vëllezër, është rrugës dhe e mirë që njeriu në fund të ibadetit më u pendu tek Allah Azza wa Jall. Nuk do të thonë pendimi i Allahut Azza wa Jall veç kur bën mëkate. Jo, Rabbi Allah. Pendimi i Allahut pas adhurimeve, ibadeteve është një mundësi, afërsim i mirë, i afërt me Allahun Azza wa Jall, që ja hap derën e ibadetit tonë që Zoti më ta pranojë çat ibadet. Kur thotë astaghfirullah, nuk do të thonë që ti gjunaçar. Po ti thua astaghfirullah në mënyrën që madhështon Allahun për ibadetin që po ta mundson me bë. Dhe kjo është një mundësi e mirë e afërt që Zoti më ta pranojë atë ibadet. Dhe argumentet janë të shumta. Mbas namazit na çka themi? A themi astaghfirullah. A trija themi astaghfirullah, astaghfirullah. Allah Azza wa Jall kur fol për haxhin, thotë ata që kthehen mbas haxhit. Çka thonë mbas ditës Arafat, mbas që ta kryejnë Arafatin? Çka thonë ata? Thumma yafidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah. Pas që kthehen jo për Arafatit, thoni astaghfirullah. Ditët që na ju duke mbaruar të Ramazanit, dhjeqen e fundit që na ka mbetur edhe pak ditë, ti përfundojmë me astaghfirullah, me pendim tek Allahu Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall ju vëllezër na bëf prej atyre të vetëdijshëm që e përmend me Allahun këtë ditë dhe e shtojmë pendimin, istighfarin tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj vëllezër, ajo që na mbeshet neve si obligim në fund të Ramazanit është edhe zakatul fitr. Zakatul fitr, sadaqatul fitr, nëse ka shëtojnë populli jo, sadaqatul fitr. وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. Më të vërtet kjo është një obligim për zakatul fitr për ata i cili është i madh, është i vogël, është mashkull, është femër, është i lirë apo është rob. Gjitha e kanë të obligueshëm zakatul fitr me dhënë në fund të Ramazanit. Qala Abdullah ibn Umar فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعان. Thot Abdullah, pejgamberi na ka obligu me dhënë zakatul fitr në Ramazan një sahan min tamrin, prej një sahan me hurme, apo au sa'an min sha'irin, apo një sahan me grën, me grën me el. Këto sha'irin e ka për qëllim çdo sen që është e cila hubu, është send i vogël, që është sha'ir për elbi, det për tokës nuk ka gjë të keqe. Orez, basol, shkën sendet e vogla, elb, se elbi. Dhe po në ti mund është me dhonë zekatin, zekatin fitr për sajna. Tregan
të parë tonë dhe thojnë në kohën e Uthman ibn Affanit, thot kana Uthman yukhrijuha anil hamli. Po tregon për Uthmanin radiallahu anhu që Uthmani ka obligu sahabët edhe për ata gratë të cilët janë shtatzan me fëmijën e tyre me dhënë edhe për ta zekatën fitr. Kjo është një obligim, o ju vëllezër e mi. Në fund të Ramazanit e ka bo, çka po thojnë sahabët, farada Rasulullah sallallahu e ka bo obligim kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhënë zekatën fitr me dhënë në fund të Ramazanit. Nisaan e jep dhe më thonë edhe inshallah e spikojnë dhe më poshtë, një saan, qoftë temër, dhe thonë qoftë hurme, qoftë pasol, qoftë orez, qoftë tishka dhe thonë që janë për hubu, për elbit dhe kështët më radhë. Inna Allah shara lakum fi khitami shahrikum hadha, an tuaddu zakat al-fitr qabla salat al-Eid. Me të vërtetë Allah Azza Jall e ka shtinë në ligjin e tij, e ka bërë të obligueshëm në fund të Ramazanit me edhan, me kry amanetin e zakatul fitr para namazit të Bajramit. Ai i cili jep para namazit të Bajramit, ai e ka përmbush këta, e ka kry një urdhë prej urdhave të Allahut Azza wa Jall. Ai i cili jep në namazin, e jep në namazin e Bajramit, nuk ju llogaritet ajo zakatul fitr, ajo ju llogaritet sadaka. Zakatul fitr do të më jep para se më fal, domethënë Bajramit. Pastaj ju vëllezër, qal ibn Abbas farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-saimi min al-lagwi wal-rafathi. Po thot Ibn Abbasi, më të vërtetë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka obliguar me dhënë zakatën fitrin për çka? Po thot që është pastrim për agjëruesin, pastrim nga se e ka dëmtu agjërimin e tij, ka shikuar haram, ka dëgjuar haram, ndoshta ka fol për filanin dhe alanin, ndoshta ka ofendu, ndoshta ka shaj, ndoshta ka bërë rrejtje, e zakatul fitr është pastrim për për agjëruesin, për agjërimin e tij. Nëse dan unë dhe ti me marrë shpërblimin tek Allahu pas një gabim agjërimin ton, atëherë do të më dhon zakatul fitr. Do të më dhon zakatul fitr për me marrë na shpërblimin e agjërimit të pashtë dhe mirë. Mos me qenë thejsi i shkyt. E ju me qenë thejsi i shkyn, po ta thejsi i shkyn, ka dalë këta e shpërblimi, bjen edhe më të është për devesh thejsën e ki, agjërimi s'ka për që e shtat e ki. I munu këtë, që që na do të me kepat thes me moj që ta gjerim, e që kja është me edhonë zekatin për në mëtë agjerimin tënë. Ebu Sa'id al-Khudri thot, kunna nukhriju jaume al-fitra fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min at-ta'amin. Po thot Ebu Sa'id al-Khudri, na ishme në kone e profetit sallallahu alaihi wasallam që me një dit e nëzirtshme da më thonë zekatul fitrin në kone e profetit e kemi dhanë një saan në minë ta'ami prej ushimeve, pasaj po të regan. Thëtë, o kena ta'amuna sha'ira, ka qenë për neve, da më thonë ushimi zekatul fitr, da thonë shkanë për elibit, ashtë shqecekëm. O zebib, ka qenë edhe rush i thot, wal aqit, ka qenë edhe kushokatonare din bashmi, po s'po di që i thuj, që në zemë kosin, a shka në zijet kos, a shka, edhe që ato e mungza, edhe që ato e kanë dhonë da më thonë zekatul fitr, da thonë sahabët, o temër, po gjithashtu edhe hurme ka dhonë zekatul fitr. Mirë, na folëm për zekatin fitr do të me dhonë dhe argumentet të lojshme që do të me dhonë pa tjetër na zekatin fitr kemi të obligushëm për me mbrojt agjerimin tonë. Sa do të me qenë dhanja e zekatul fitr? Ka onë e transmetim të haditheve kiluejni wa 40 dhiramen, 2 kila e 400 gram do të me qenë da më thonë zekatul fitr. Për shembull, 2 kila e 400 gram do të me qenë qoftë orez, qoftë temër, hurme, qoftë da më pi elbi, qoftë gjasende, 2 kila e 400 gram. Shumica ulemave thonë nuk ka gjatë keqe me qenë edhe 3
kilogram. Mirë, mesele tjetër, a i për zekatul fitr në ushqim, shët do më thonë, drejt për drejt ushqim, apo ban edhe pare? Jo, gjithë mendimet e ulemave e kanë ndalu, edhe vetë pejgamberi e kanë ndalu me dhanë zekatul fitr në pare. Do të me nxjerrë në ushqim, në ato që i cekëm histori dhe hadithet. Mi për na që jetujmë jashtë për shambull, jemi këtu nuk ka një zvarë, për që shmeja bu, këna me adhon, a ban mi mledh gjamija, mi mledh këtë parët mi mledh, edhe me aqu me një vend fukarave dhe ati mi kry amanetet ata me bledh ushqime dhe me shmetat e fukarat, po nuk ka gjëtë keqe. Dhe me këtë ligjerat o ju lezër, gjamija jonë edhe si vjetë ka organizu. Kush dan prej santit me dhanë zekatul fitr, është i lirë me dhanë. Sa e keni dhanë zekatul fitr? 10 euro. Kush dan me dhanë zekatul fitr, amanetin e juve krym kja xhami me plot argumente. Zoti ja pranor ja Rabbil Alamin. Pastaj o ju vëllezër, e vazhdojmë nesër me lenin Allah, kena për zekatin.